Arena e Boris Rajkovskit hapi dyert për panairin 7 ditor të librit, edicioni 37. Hapjen e panairit e bëri presidentja e shtetit Gordana Siljanov-Skadavkova. Duke treguar se si po ndjehej në këtë panair, ajo tha se do dëshironte të rrinte aty gjatë dhe të mos kthehej në punë. Me këtë rast tregoi se edhe në përdasma ajo bën dhurat libra. Në një epokë të konkurencës së pakulturuar midis popujve, kjo është një përpjekje për konkurencë kulturore të popujve. Me siguri jam ndër të ralla që në dasëm të rinjëve u dhuroj libra dhe aty u shkruaj. Nëse politika është arti të mundshmes, atëherë martesa është arti të pamundurës. Libri është mësuesi që asnjëherë nuk del në pension. Kështu shpreh Ministri i Kulturës me rastin e hapjes së panairit e librit. Në kohën e ndryshimeve digjitale, orteqeve digjitale, tituj që pulsojnë, informacioneve të shpejta, informacione që zhduken më shpejt se sa paraqiten, libri mbetet e fuqishme dhe e heshtur. Ajo nuk na mbingarkon, por çdoherë na formson, nuk na tregon çfarë të mendojmë, por na kujton se si të mendojmë. Sfida e vërtetë, sipas drejtoreshës së Byros për Zhvillim të Arsimit Milka Trimçevska, është si ta kthejmë dëshirën për lexim në kohën kur, siç tha, libra zëvendësohen me ekrane dhe vëmendja matet me sekonda. Në kohën kur bota është e përmbytur nga informacione të shkurta dhe përmbajtje vizuele dhe stimulimi i vazhdueshëm i digitalizimit, kur gjeneratat e reja çdo herë më shumë i zëvendësojnë librat me ekranet dhe vëmendja u numërohet me sekonda. Para nesh ka një sfidë të rëndësishme se si ta kthejmë dëshirën për lexim. Edona Ferati nga shtëpia botuese Albas bëri thirrje lexuesve, sidomos fëmijëve, që të vizitojnë ato për të parë laramaninë e titujve dhe librave që ofrojnë këtë panair. Kemi risi shumë, kemi tituj të ri, dhe shpresoj që vinë të na shohin dhe sidomos fëmijët dhe më në moshë që janë njerëzit të shohin tituj të ndryshëm që i mbajnë. Albasi ka tituj të ndryshëm për fëmijë, duke filluar prej moshës 0 deri te më të rriturit. Kemi libra zanor të ndryshëm të tituj, domethënë të ri, kemi këtë vit kemi edhe botimet e Petro Marcos, është bërë në fakt një koleksion i veprave të Petro Marcos. Pastaj kemi edhe tituj që si për shembull Historia pa mbarim, kemi edhe të Robin Sharma. Tituj të shumt kishte edhe shtëpia botuese Logos A, Nobel e shumë shtëpi botuese të autorëve dhe gjuhëve të ndryshme. Gjithsesi do të ketë më shumë se 65 botues dhe 110 promovime. Panairi është i hapur çdo ditë nga ora 10 deri në orën 20, përveç ditës së fundit 14 maj që do të jetë i hapur deri në orën 18.